Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Uh, Se që dhe një vëzni, në dersin e kaluar, kemi hy tek nën kapitull, ashtu e quajmë, abdesi, kapitullin e taharës. Dhe kemi shpjegu domthon se çka është kuptimi i saj, adhurimin ndaj Allah subhanahu wa taala duke i pastruar katër gjymtyrë, të cilat kanë ardhur edhe në ajet. Pastaj kemi filluar ashtu siç ka filluar edhe autori me farzet apo shtyllat, apo mund të themi edhe obligimet të cilat nuk duhet të lihen, o duhet bëhen patjetër. Dhe kemi marrë domthon katër gjymtyre të cilat janë përmend, siç është pastrimi i fytyrës, ku pastaj kemi shpjeguar domthon sa a hyn në të njëjtin gjykim edhe futja e ujit në gojë edhe në hund, dhe kemi thënë që inshallah më afër vërtetës hyn. Pastaj kemi marrë pastrimin e duarve deri te brylat, duke i përfshi brylat, dhe kemi marrë khilafin rreth saj, pastrimi i këmbëve, apo që është në jetë në fërkimi apo meshi i kokës, pastaj pastrimi i këmbëve duke përfshi edhe zokën e këmbës, dhe te fërkimi apo meshi i kokës kemi thënë që inshallah më afër vërtetës është që të përfshihet e gjithë koka, duke i përfshi edhe vesht gjithashtu. Dhe na kanë mbetur rreth këtyne farzeve edhe dy tjera që janë renditja dhe vazhdimësia, si se thot autori, wa tërtibun wa mualatun. Renditja dhe vazhdimësi që lidhen me këto katër gjymtyr. E tërtib, dohon, ose renditja lidhet me këto katër gjymtyr që janë ardhur në Kur'an, që në Kur'an domthon që ka ardhur në ajet që kemi përmendja, ju ledhina amanu idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Don, o ju që keni besu, nëse dëshironi të ngritni për të falë namaz, pastroni fytyrën. Fytyrat e juve ka thënë Allah subhanahu wa taala, pastaj ka thënë duart, domthon deri te brylat, siç kemi thënë duke i përfshi. Pastaj ka thënë meshi i kokës, pastaj ka thonë këmbët, deri tek zogu i këmbëve. Mirë, thonë esenca ose meselja e renditjes është se a duhet me shku ashtu siç e ka fillu domthon Allah subhanahu wa taala, ashtu siç e ka rendit, apo jo, a tregon ajeti që kjo renditje është obligim, apo nuk tregon. Kjo është meselja për cilën ka edhe khilaf. Mendimi i parë, siç po e shohimi edhe në librin, që kemi thonë, libri bazohet domthon në madhhabin Hanbali, edhe autori domthon e futi tek farzet apo obligimet apo shtyllat që duhet patjetër me u përmbush. Kështu që mendimi i parë domthon është se është obligim, dhe kjo është mendimi tek Hanbelit edhe Shafit. Dhe kjo duke u bazu në ajetin cilën e lexuam pak më herët, ku Allah subhanahu wa taala e tregon domthon atë formën dhe mënyrën e abdesit. Dhe mënyra argumentimit me këtë ajet kanë thonë se Allah subhanahu wa taala e ka fut këtë meshun e kokës, që nuk konsiderohet ashtu pastrim që me la kokën, mirë po është fërkim mesh, siç kemi thonë domthon lagën durt edhe e përfshin flakët domthon kokën. Tash thonë kjo urtësi, nuk dim urtësi tjetër apo dobi tjetër që të futet një gjë që nuk është pastrim ose mesh në mes dy gjërave që pastrohen vetëse renditje. Do thotë që ka mujt për shembull mu përmend gjërat që pastrohen, pastaj me thonë meshi i kokës. Andaj thonë kjo mënyra e renditjes edhe vendosja e meshit të kokës në mes gjërave që pastrohen, thotë nuk dim diçka, ndonjë dobi tjetër ose një hikme, urtësi tjetër, vetëse aludon në renditje, vetëse tregon që kjo do të thotë pas ka renditje, mënyra e abdesit që duhet ta ndjekim atë. Andaj thonë, duke u bazuar në këtë, kjo është obligim. Çështja tjetër është se ajeti po flet për një gjë obligative, që duhet patjetër me u bë. Pastaj kemi hadithet
ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka bën një renditje të tillë. Andaj thonë është obligim. Apo argumentohen edhe me hadithin e Gjabir që ku përmendet ajo mënyra se si kryet haxhi. Dhe në hadith që ka thot abdeu bima bada Allahu bi. Fillu ashtu si që ka fillu Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj thonë ashtë argumentojnë të njëjtën edhe në abdes që me fillu ashtu si që ka fillu Allahu subhanahu wa ta'ala. Ashtu si që ka nëndit Allah, ashtu me vazhdu. Kjo është mendimi i parë, që kjo është obligim. Mendimi i dytë është se është sunne. Dhe këtë mendim e kanë Hanefit edhe Malikit, argumentohen me një hadith të Al-Miqdam, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pastru fytyrën 3 herë, pastaj ka thonë i ka pastru krahun ose dorën deri te brylat 3 herë, pastaj ka thonë e ka futur ujë në gojë edhe në hum 3 herë. Do thotë nuk është renditja cilën e përmend Allah subhanahu wa ta'ala, andaj thonë duke u bazuar në të, aludon se renditja është sunnet dhe jo obligim. Se për këtë hadithit, unë e kam përmend se një hadith i tillë nuk saksohet. Nuk saksohet. Kam përmend domethënë edhe një argument tjetër, kanë thonë Allah subhanahu wa ta'ala këtë wawin që e përmend dhe kjo dhe kjo dhe kjo, duke përmend domethënë gjërat cilat duhet me i kry në abdes, thoi nuk tregon në gjuhën arabe renditje. Thonë që është patjetër me kanë një renditje e tillë, nuk tregon në gjuhë arabe. Ndërsa thonë kjo vendosja e meshut mes dy gjërave që pastrohen, kjo thënë aludon në istihbab, që do thotë e preferuar. Një gjë e tillë është e preferuar ose sunet. Ndërsa jo në obligim. Mirë po, inshallah ma afër të vërtetës është mendimi i parë që është obligim, për shkak të atë argumenteve që tham që nuk dim ndonjë gjë ose ndonjë urtësi tjetër përveç se me aludu në renditje, unë kjo vendosja e meshut në mes dy gjërave që pastrohen. Tjetra, hadithin cilën është sjell nga hala tjetër e dietarëve nuk saksohet një gjë e tillë. Pastaj kur flasën për këto pjesë që pastrohen, ne prapë themi se është një gjë e vetme. Ne po përmendim pjesë, mirë po është një gjë e vetme që është abdesi, dhe një gjë e tillë është urdhërohet dhe është obligim me u vepru, e duke u bazuar që është vetëm një çështje e vetme, atëherë kjo wavi që ka hyrë në pjesët e saj, në pjesët e abdesit, atëherë themi që është lidhje mes tyre, kështu që themi aludon ose apo aludon në renditje. Aludon në renditje. Nuk janë gjëra të ndryshme ose mesele të ndryshme që me thonë kjo nuk aludon në renditje dhe kjo dhe ajo. Mirë po flitet për një çështje ose për një mesele të vetme, që është abdesi, ndërsa në të kemi dohon pjesë, siç janë për shembull këto 4 gjymtyrë. Andaj duke pas parasysh që kjo ka të bëjë me një çështje, gjërat cilat i përmban ajo janë lidhshmëri me njëra me tjetrën. Ky wavi që tregon andaj, inshallah kjo aludon në obligim. Dhe më afër vërtetës është se obligim, edhe ky mendim është edhe i Sheikh Ibn Baz rahimahullah, Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah dhe Sheikh Salih Al-Fawzan hafidhahullah. Tërsa se përket Sheikh Albanit rahimahullah, thotë që edhe nëse lihet nga një herë nuk ka të keqe. Allahu a'lam. Mirë, pastaj autori gjën tjetër të cilë e përmend, tha al-muala. Al-muala është vazhdimësia ose mos ndërprerja mes këtyne 4 gjymtyrëve. Nëse pastrohet për shembull fytyra, të mos ketë ndërprerje pastaj mes pastrimit të fytyrës dhe pastrimit të durve. Tash se sa konsiderohet kjo vazhdimësi, apo sa duhet të jetë, këtu ka khilaf. Disa thojnë kthehet në urf, do në traditën e njerëzve që
kur të shet dikur që ke pauzu shumë, thonë, për shembull ta bojnë, ti s'di a ke marrë abdes, do. Çfarë abdesi është ky për shembull? Në urf dhe në traditë konsiderohet që ke marrë abdes, ajo pauza që cilën ti e ke bë. Ose disa thonë kjo konsiderohet ndërprerje nëse ajo pjesa që e ke la më herët fillon me uterë. Dhe pastaj ti me vazhdu me tjetër, thonë atëherë këtu e, e ke bën ndërprerje, cilat ty të obligohet pastaj me përsërit abdesi. Ndoshta inshallah më afër është kjo. Do që derisa nëse fillon me uterë ajo pjesa që e ke pastru, atëherë du të me përsërit, duke u bazu domthonë në fjalën cilën është obligim. Domthonë këtu ka khilaf. Mendimi i parë cilën po bjen autore, që është edhe mendimi i Hanbelive, edhe një mendim brenda mëdhëbit Maliki, është se është obligim. Është obligim vazhdimësia dhe mos ndërprerja. Argumenti për cilën argumentohen këta dietar është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pa një burr duke u fal. Edhe ka pa në pjesën e sipërme të këmbës një njoll, që e ka pas një njoll në këmbë, domthonë në masitë një monedhe, që nuk e ka prek uji, nuk e ka pastru, nuk e ka prek uji. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fa amarahu an yu'ida al-wudu. E ka urdhëruar që me përsërit abdesi. Mënyra e argumentimit me këtë hadith është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka urdhëruar me përsërit komplet abdesi. Sikur të ishte kjo ndërprerja sunnet për shembull, ose nuk do të ishte obligim, atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do i thoshte shko pastroj këmbët. Dhe duke pas parasysh që këmbët është gjëja e fundit që pastrohet, ata edhe nuk e prishën ditjen. Gjithashtu, i kishte thonë shko pastroj këmbën, edhe kishte mjaftuar me kaq. Mirë, po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka urdhëruar që do të me përsërit komplet abdesin, andaj është argument i qartë që vazhdimësia është obligim, apo mos ndërprerja. Pastaj është edhe një hadith tjetër an Jabir, nga Jabir radiallahu anhu, që Omeri radiallahu anhu e ka pa në këmbën e një burri, dohan që nuk e ka prek uji sa masia një monedhe. Dhe ka urdhëruar që me përsërit abdesin edhe namazin. Abdesin edhe namazin. Ashtu siç ka vepruar edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kështu që kjo tregon se një gjë e tillë është obligim. Ndërsa se përket mendimit tjetër që thon sunnet, që është tek Hanefit edhe Shafit, argumenti i tyre është se është një hadith i Omerit radiallahu anhu, që një person në rajulan tawadda fataraka mawdi'a dhufurin على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك فرجع ثم صلى. Se hadithi i Omerit ku një person ka marrë abdes edhe ka lanë një pjesë, e ka lanë domthonë të këmba e tij një pjesë pa u pastru sa thoni. Edhe ka pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe i ka thonë kthau fa ahsin, domthonë përsëri se përmisoa abdesin tënd. Edhe është kthy, pastaj është fal, përmendet në hadith. Mënyra e argumentimit se si e bëjnë është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë fa ahsin, që do thotë përmisoha ose përsëri, dhe thotë që nuk aludon në obligim me përmisu ose me përsos abdesin, mirë po aludon në sunnet, që me ardhë në formën më të mirë të abdesit. Mirë po, nuk themi që një gjë e tillë patjetër e përfshin vetëm aludimin e sunet ose përsosin. Mirë po, fa ahsin mundet me u marr edhe kuptimi se do të tamam obligim, do të patjetër me përmisu ose me përsos abdesin ashtu siç është ardhur në formën e duhur. Andaj e përfshin edhe atë edhe këtë.
Pastaj kemi hadithe të tjera të cilët aludojnë në një gjë të tillë që duhet e ka urdhëru, siç thanë më herët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe nëse i bashkojmë argumentet, është argument i qartë që hadithet të cilat do i përmendëm që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka urdhëruar atë personi po ashtu edhe Omeri që me përsërit komplet do anë abdesin, ose tek Omeri që ka përsërit edhe namazin që do të thotë abdesi i tij ka qenë i pa pranuar. Andaj inshallah më afër vërtetës është se edhe vazhdimësia dhe mos ndërprerja është obligim. Edhe këtë mendim e ka dhe Shejх Albani ibn Basi ibn Uthejmini, Salih Al-Fawzan. Të kë mendimi e i obligimit, muna me nda që është, ose brenda është edhe një mendim tjetër, që thojnë obligim po, mirë për nëse ka pas arsye që ai ka pas ndërprerje mes këtyre gjymtyrve, thonë atëherë në këtë rast e arsyetojmë. Bjen. Në esencë është obligim, mirë po nëse ka arsye, mund të thonë për shembull ju ndal ujë ose diçka e tillë një arsye e cila patjetër nuk ka mujtë domosdoshmë me vazhdu, pastaj pas një kohe ka vazhdu, jo kohë shumë gjatë, atëherë thonë inshallah nuk ka të keqe, on edhe me vazhdu. Edhe nëse on është tërë, për shembull ka filluar me otera e pjesa tjetër. Allahu alem. Allahu alem. Mirë. Pastaj autori po vazhdon dhe po thot wa niyya shartun li kulli taharatin shar'iyya. Dhe niyeti po thot është kusht i çdo tahara ose pastërtisë shariatike. Këto kush hyn të këto pastërtitë ose tahara shariatike hen abdesi, gusli, tejemumi, qofshin këto edhe për mustahabat, për shembull nëse ka marrë abdes vetëm për namaz nafile kështu me radhë, mirë po përgjithësi abdesi, gusli, tejemumi, pastrimi i të vdekurit, gusli domthon për të vdekurin, e kështu me radhë. Gjitha këto hyn duke u bazuar në hadithin innamal a'malu binniyat, që veprat janë sipas qëllimeve apo sipas niyetit. Mirë. Mirë po, sa i përket kësaj, prap kemi khilaf se a është kusht e abdesit apo në kusht njëti. Kur themi kusht, e kemi për qëllim koha e tij është para veprimit të atij adhurimit, për shembull abdesit ose guslit. Para. Që do të thotë, nëse ai ka bë gusull, mirë po nuk e ka bë njët që me u pastru për i gjunë blokut, po thjesht të him u pastru, atëherë thoi nuk pranohet, do të me u pastru prap, shkak se ka mungu njeti për gjunë blok. Mirë, sa i përket kushtit, se është kushti i abdesit apo jo, gjumhuri e kanë se është kushti i abdesit, do anë Hanbelit, Malikit edhe Shafit, duke bazuar në hadithin cilën ne e përmendëm më herët. Po ashtu argument tjetër thonë e kemi vetë në ajetin cilën e përmendëm, që ka thëtë Allah subhanahu wa ta'ala ja ayu alladhina amanu idha qumtum ila salati faghsilu, pastaj vazhdon dhe i përmend gjërat. O ju që keni besu, nëse dëshirani që të ngriteni për namaz, Allah subhanahu wa ta'ala ka lidh bi irade, me dëshirë ose me njet. Andaj thonë në këtë ajet po aludon që njeti qenë ka para këtyre veprimeve me pastru fytyrën, kështu domthon forma e abdesit. Andaj thonë në këtë ajet ka argument që njeti është kusht e abdesit. Dërsa mendimi i dytë për e marrin të njëjtin ajet thonë nuk është kusht, siç janë Hanefit, për shkak se ka ardhur në mënyrë të përgjithshme. Për shembull Allah subhanahu wa taala ka thonë se o ju që keni besuar nëse ngritni domthon për me fal se dëshironi me fal namazin, faghsilu vazhdon ajetin domthon ato gjëra që i kena përmend. Pastaj më vonë thot o in kuntum junuban fatahharu. Ndërsa nëse jeni junub, atëherë pastroni, domthon u pastru komplet. Domthon Allah subhanahu wa taala ka urdhëruar abdesin edhe guslin në mënyrë të përgjithshme thonë. Nuk e ka bë kusht njëtit. Domthon këta nuk e kuptojnë prej ajetit që e ka bë kusht njëtit. Mirë po në mënyrë të përgjithshme. Është në mënyrë të përgjithshme. Mirë po,
inshallah, domthonë mendimi më afër të vërtetës është mendimi i gjumhurit, se është kusht i abdesit edhe kemi argumente të tjera, që aludojnë. Nuk është vetëm ky ajet për cilën po flasëm, mirë po kemi argumente të tjera, hadithe të cilat aludojnë në njëtin, siç është hadithi i njohur që e përmendëm, që njëti është, domthonë veprat janë sipas njëtit. Pastaj njëti është ajo pika ndarëse në mes adhurimeve. Po edhe më brenda një adhurimi të vet. Njeriu domthonë me pas njëtin se apo fal drekën apo fal ikindin. Andaj njëti është lidhet shumë ngushtë me veprën. Andaj themi që është kushti i adhurimeve, kushti i veprave. Kështu që inshallah ky është mendimi më afër të vërtetës. Ndërsa sa i përket vendit të të njëjtit, vendi i tij është zemra dhe nuk duhet shqiptuar, nuk duhet shqiptuar. Qoftë shqiptim, do thonë në vetvete apo me zë. Qoftë pa zë, qoftë me zë. Edhe pse është ndoshta e vlen me përmend se këtu ka një khilaf brenda kësaj mesele të shqiptimi pa zë. Do thonë gjumhuri, që është mëdhëbi Hanefi, Shafi dhe Hanbali, e ka përmend që është sunet ose preferueshme me bë sirrën, do thonë pa zë. Ndërsa mendimi i dytë është se nuk do të mu bë as me zë as pa zë. Përkundrazi një gjë e tillë është bidat. Dhe këta ka zgjedhë Ibn Taymija rahimahullah, po ashtu Ibn Qayyimi, po ashtu Ibn Rajab. Dhe kjo është mendimi inshallah më i saktë. Se një gjë e tillë nuk lejohet ose nuk veprohet, qoftë ajo me zë, qoftë ajo pa zë, dhe nuk është lehtësu një gjë e tillë. Që njeriu me vepru ose me u detyru kjo me zë, ka ittifaq ose ka pajtim mes krejt ulemave, me 14 që nuk do të me zë. Mirë po, khilafi është tek kjo pa zë. A bën as bën. Unë thanë gjumhuri ka përmend që nëse bëhet pa zë, nuk ka të keq ose është istihbab, e preferueshme besoj. Mirë po, mendimi më i saktë inshallah që nuk lejohet. O nuk bëhet as pa zë. Mirë, sa i përket njetit, këtu ka gjërat ndryshme që mund mu lidhë me njetin, që nashta dikush mundet me i mendu. Për shembull, nëse dikush e ka prish abdesin, ka flajt. Mirë po, për shembull dhe ka dalë ban. Tash, a do të kë momenti kur të merr abdes që me bë njet për krejt këto veprime që i ka bë që e ka prish abdesin? Jo, themi jo. Nuk ka lidhje edhe nëse për shembull në çat moment i ka shku menja që ka flajt edhe ka marrë abdes për çet shkak. Ndërsa nuk i ka mendu shkaqe të tjera për shembull që ka ndodhur që edhe ato ja kanë prish abdesin. Andaj një gjë e tillë nuk ka nevojë me u mendu. Pa marrë parasysh çush i vjen njeti në çato momente. Mirë po e rëndësishme është që abdesi po merret edhe po largohet hadethi. Po ashtu nëse e ka bë njet me fal vetëm namazin farz. A ban me fal tash? Namazin nafile për shembull me atë abdes? Ban. Ose e kundërta. Ka marrë për shembull abdes për me fal namazin e duhas, 2 rekate sunet janë. Kështu që a do të thotë që nëse ka specifikuar me njet të dy namazet që janë nafile, nuk lejohet tashmë u përdor i njëjti abdes për namazin farz? Themi, nuk është një gjë e tillë ashtu. Mirë po lejohet, s'është më rëndësishme për çka ka bën njet. A ka bën njet për nafile apo ka bën njet për farz? Mirë po, ai abdes vlen. Çka do që të fal nafile, fal namaz, nëse e mban abdesin, mundet mi fal gjitha namazet, gjitha nafilet, me atë abdesën nuk ka të keqe, nëse ka specifiku njetin. Dhe është mirë thjesht me u përmend që dikush mos me pas domthonë këtë problematik. Nëse i ka ardhur në çat moment e ka specifiku tash a bën apo nuk bën. Dhe këto gjëra domthonë i përmendin edhe dietar. Pastaj autori po vazhdon edhe po i përmend gjërat që përjashtohen prej njetit. Dhe thot ghayru izalati khabath. Përveç izalatu khabath, largimi pa pastërtisë.
wa ghusli kitabiyatin li hilli watin. Dhe gusli i gruas që është nga ahlul kitabi për me u bë për mu leju marrëdhënie seksuale. Wa muslimatin mumtani'a li dhalik. Dhe gusli i gruas muslimane që ndalën veten nga gusli. To i shpjegojmë tash. Largimi pa pastërtisë. E kemi përmend vllazni që më herët kur kemi hyrë në kapitullin e taharas, kemi thënë një dallim prej largimit pa pastërtisë edhe largimit të hadethit, që do thotë marrja e abdesit ose guslit, dallimi mes tyre është se në largimin e hadethit, abdes ose gusull kurzohet njëti, ndërsa në largimin e papastërtisë nuk kurzohet njëti. Dhe kemi thënë, po përsërisim, pra nëse e ke vendos një rrobë jashtë, ka rashi edhe ka pastru i ka largu të mëhon ato papastërtit ose gjurmet e papastërtis nga ajo rrobë. A do të thotë që tash ty nuk të lejohet të mëhon me marrat atë rrobë dhe mu falë me ta se nuk e ke bon jetë për me pastru, jo. Për largimin e papastërtive nuk kushtëzohet njëti. Nuk kushtëzohet njëti. Andaj, kjo është gjëja e parë cilat përjashtohet nga njëti. Gjëja e dytë, autori përmendi gusli i gruas që është nga ahlul kitabi. Si? Nëse muslimani është martu me një grua që është e krishtere, për shembull, që i lejohet një gjë atij. Tash, a vlen njëti për to? Nuk vlen. Për një grua, këtë rast krishtere që është pa besimtare, nuk vlen njëti. Dhe nuk i vjen njëti për diçka, për shembull sikur ne që na bëhet obligim njëti me kurzu që mu largu gjë në bllokun për shkak se pastaj me ka një pastër për namaz ose për adhurime tjera. Andaj, në këtë rast për to nuk vlen njëti. Kështu që ne e dim që tash këtë rast edhe për gruan kur i kalon atë ciklin menstrual, pastrohet, për shembull, ajo duhet më pastru, duhet më marr gusull, siç e dim. Sepse nuk lejohet më fal, mirë po nuk lejohet as marrëdhënie seksuale. Kështu që duke pas parasysh këtë gjë, sa i përket namazit e këto kjo nuk vlen për to, për shkak se është për shembull e krishtere. Mirë po sa i përket marrëdhënie seksuale, atëherë në këtë rast kjo përjashtohet. Thonë edhe nëse ai nuk ka po jetë për me largu gjë në bllokun, thjesht është pastru, atëherë në këtë rast përjashtohet, nuk ka të keq edhe i lejohet. Për shembull burrit është këtë rast me pas marrëdhënie me të. Edhe është një gjë e cila përjashtohet. Gjëja e tretë që e kam përmendur është gusli i gruas muslimane që ndalën veten nga gusli. Si kjo? Ose me thonë pastrimi i gruas. Kjo është kur për shembull gruaja është pastru nga cikli menstrual në mëngjes. Edhe nuk don me u pastru për shembull deri të hyn dreka. Momenti kur i bëhet obligim për shembull tash namazi, hyn dreka, duhet me faltet, pra pastron atë. Mirë po burri për shembull ai imponon ose me një farë forme i thotë që do të më u pastru, do që më u leju për shembull marrëdhënie. Tash këtë rast nëse gruaja për shembull edhe është pastru, do në një farë forme imponuar, një gjë tillë, nuk e ka bën jetë për gusl. Atëherë në këtë rast e largojnë ose e përjashtojnë këtë gjë. Thonë bën. Do që në këtë rast i lejohet burrit. Edhe nëse nuk e ka bën jetë që mu largu prej gjunubllokut, është pastru, nuk e ka bën jetë, mirë po i lejohet burrit me pas marrëdhënie me ta. Mirë po gruas nuk i lejohet mu fal. Mirë po gruas nuk i lejohet me u fal. Do ai qëllimi dhe shkaku është kjo lejesa e marrëdhënies. Ndërsa sa i përket namazit, kjo duhet prapë me u kthy dhe me u pastru me niyet që me largu gjunubllokun që me u leju pastaj namazi, që të jetë namazi i saj i saktë. Dhe këto janë çështjet që i ka përmendur autori sa i përket niyetit dhe dy farzët që i përmendur. Pastaj autori fillon me shpjegu se a është thënia do thonë bismillah obligim apo jo, ku është obligim dhe se a bjen nëse ka harru apo nuk i ka ditë, kështë më radhë mirë, por për këto inshallah do flasim në ligjëratën e ardhshme me lejen e Allahut. Ndërsa kaq për sot, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.